Mirë se vini miq në Shkodrën Bukuroshe, e cila si rrallë herë po e shoh që është me trafik me makina, po vazhdon që t'jetë stoik shkodrani me bicikletë. Tani, nuk do të vija për takuar një shkodrani i cili merret vetëm me bicikletën, por do takoj një personazh sot në Real People, i cili punon dhe merret me riparimin e rrobaqepseve. Tani, jo vetëm, po Nimeti do më tregoj pak më shumë. Një personazh shumë interesant, u lidha direkt në telefon me të edhe më tha, tha po të mirëpres tek punishtja ime. Unë ndërkohë përpara se të filloj intervistën, dua që t'ju ftoj që të gjithëve që në kanalin tim të YouTube-it, aty ku po e shikoni edhe këtë pjesë, të bëni subscribe, të jepni like, lini komentin tuaj dhe të më çoni sugjerimet në rrjetet e mia sociale, po edhe aty në YouTube, mbi personazhe interesante që mundem t'i intervistoj. Tani shkoj për të takuar edhe Nimetin brenda në punishte. E para është gruaja, ajo mirëpret, menaxherja. Menaxherja. Ti quhesh Shpresa. Shpresa, Nimeti punon, ti pret klientët. Po, pret klientët. Shërbej klientave. Kur erdha në fillim, ç'a i thash Nimetit? I thash a goca i thash, është goca. Shkojmë çik pak brenda. Që të bezdisim shefin, mjeshtrin. Më të rëndësishmin. Mirë dita. Mirë dita. Mirë se ke ardhur. Mirë se të gjeta. Si jeni? Mirë pres shumë shpesh njerëz këtu tek punishtja jote? Çdo ditë kena njerëz që presim, normalisht janë nga Shkodra, nga rrethinat, vinë edhe nga Ulqini, nga Tuzi që vinë e vinë, po. Edhe deri në Lezhë. Që kena klienta. Gjithë pjesën e veriut e dominoke. Në një nga jugut vjen të në i vlonjat. Apo i kanë hedhë ata? Edhe në Vlon kam klientel, sepse unë kam jetu 15 vjetë në Durrës, edhe kam jetu në Durrës, edhe kam shumë klienta në Durrës e në Tiranë. Por largësia tash bën veten normalisht që nuk mundem me u përgjigj gjithëve, por kur kam mundësi që baj rruga ne, i shkaj ju marrë i punë edhe atyne. Shumë interesante. Ma zbulove direkt që pas ke punu edhe në Durrës, 15 vjetë. Po në Shkodron të kena i vest kesh mos e do në mordë. Prapë në Shkodrë. Dhe unë e kam kalu shumë mirë atje, po. Pas Shkodrës është qyteti ju të i dytë. E kam devolesat. Na kanë mikprit jashtëzakonisht mirë, është popull shumë mikprit. Unë kam respektin më të madh si popull. Po sa vjeç ke shku në Durrës? Durrës kam shku 30 vjeç. Pra pjesën e rinisë e kam kalu atje. Po ç'na në Durrës? Për çështje pune apo? Për çështje pune. Për çështje pune. Atëherë unë kam punu i firmë italiane mekanik. Edhe ishte diçka më mirë se këtu në Shkodër, pagesa, që normalisht u spostova atje. Normalisht. Ta kanë marrë rrugë të Korbetit, jo në brenda Shqipënisë. Kështu që edhe Kalamajt i kam rrit në Durrës. Pra, djalin e madh e kam çu në klasë, por djalin e dytë e kam çu në kopsht. Kur vishin Shkodër, tash këtej i tallshin në gjë dhe ishin detyruar me mësu edhe pjesën tjetër. Kështu që i kanë mësuar të dyja. Edhe pra, për Durrësin nuk kam fjalë me thonë. Për më Shkodrës, për Durrësin. Po do flasimi çik për Shkodrën më shumë, se pastaj do thonë shkodranët e nisi ky intervistë të vol për Durrësin. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.